Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe sot do të hapim këtë pakon e madhe. Gjithmonë kam bërë hole për veten ose për shtëpin, por sot kemi një hol për rejn. Pra gjithë video do i dedikohet blerjeve që kam bërë për rejn, kështu që pa humbur kohë, shohim bashkë çfarë ka marrë. Porosin e kam bërë online dhe duke qenë që shumë porosi i bëj online, kam bashkëpunime, bëj porosi për veten, t'ju them të vërtetën shumë pak gjëra pa mend që kam porositur, kështu që me këtë rast i hapim, i shikojmë bashkë çfarë kam porositur dhe t'ju jap edhe atë review-n time nëse ja vlen ose jo. Kështu që nisim me këtë pakon e parë. Okej. Kemi këtë golfin e zi, shikoni sa i lezetshëm. Rejt i shkon shumë ngjyra e zezë dhe golfet, kështu që meqense ai që ka po i rinte shumë i vogël, thash pse jo, mos i marr mas më të madhe ja. Ky është golfi, i ka marrë të njëjtin model në 3 ngjyra të ndryshme. Ky është në ngjyrën bezh dhe tjetri është golfi në ngjyrën gri. Me sa po shikoj, materiali është goxha i mirë, i ngrohtë, ashtu edhe i butë. Pakoja tjetër është kjo këtu. O, sa i lezetshëm, shikoni pak këtë xhupi. Po themi lezetshëm se ju nuk e shikoni, por unë e shikoj. Shikoni mbrapa. Ka një si bisht. Dhe këto që janë kështu si arush me vesh, rejt i shkojnë shumë. Shpresoj t'i shkoj, të bëhemi bashkë njësoj me kështu xhupa të zi. Shikoni brenda sa push që ka. Ndërkohë, meqense jemi këtu tek holi, dua t'ju kujtoj diçka që më erdhi ndërmend tani. Kam bërë një Christmas haul në Instagramin tim e Jona Visposh Vlogs. Shkoni dhe shikoni sepse ju kam lënë dhe një kod dhe mbase ju pëlqen diçka dhe doni të merrni dhe ju produktet që kam zgjedhur dhe unë. Tani vazhdojmë me blerjet e tjera për rejn. Okej, kemi këtë pakon këtu. Shikoni sa të lezetshme. Pse janë kaq të bukura? Produktet, veshjet, gjithçka që janë për bejbat, për fëmijët e vegjël. Ja, për shembull, dua dhe unë një palë si këto. Këto ja mora për në shtëpi, duke qenë që shtëpia jonë është me pllaka dhe jo me parket, është goxha e ftohtë, edhe pse është ngrohtë, hapim kondicioner ngrohse, prapë është shumë ftohtë, kështu që me këtë pjesën që kanë këtu, besoj që nuk do ta ndjej të ftohtë rej, sepse jam duke e veshur me shumë çorape të trasha ose me atlete brenda në shtëpi, nuk gjeja diçka këtu në pogradec për në shtëpi, kështu që mora këto. Janë goxha të buta, shikoni. Edhe kjo pjesa e elastikut. Sa ngjaka kjo pjesa e pushit me këtë pjesën këtu. Pas ka marrë goxha pako për rejn, që vazhdoj me pakon tjetër. Okej, t'ju tregoj tani çfarë kam zgjedhur. Duke qenë që rej është gjatur, kisha shumë kohë që nuk i blija rroba, pra vishte rrobat që kishte, por tani është zgjatur shumë, kështu që duhet ja ndronim tutat dhe i mora tuta. Këto tutat besoj se do t'ja kombinoj me ato golfet. I ka marrë 3 golfe dhe 3 pal tuta. Tani të parat janë këto. Janë në ngjyrën gri, këtu poshtë nuk ja ka marrë shumë të ngushta që ta bezdisin te këmba, kështu që janë goxha mirë. Dhe këtu llastiku, me sa shikoj, nuk është një lastik që ri shumë i ngushtë tek parku, se edhe këtë pjesë rej e ka problem nëse i ngushton, e kap gjithkohës me dorë pra pjesën e tutave. Dhe për gjatësinë ja ka marrë deri në 3 vjeç, pra ja ka marrë goxha të gjata. Le t'i ketë më mirë të gjata se sa të shkurtra, se dhe mund t'i përthyem, po besoj që këto do t'i rinë fix. Kanë dhe këtë etiketën këtu që lexon Wonderful, më duket, shumë të lezetshme. Vazhdoj me tutat e tjera, ato ishin gri, këto janë si bezh, edhe këto i kombinojnë me atë golfin bezh. Tutat kanë këtë materialin push, pra deri në mars ne do t'i veshim se pogradeci është goxha i ftohtë, e kam fjalën për të dalë jashtë, sepse për brenda mund të mbaj diçka më të hollë, por kur dalim jashtë është goxha i ftohtë moti, kështu që jemi shumë mirë dhe me viroza, duke u veshur ngrohtë edhe mirë, nuk na ka zënë ndonjë ftoje deri tani, shqyr domethënë. Dhe pastaj ai golfi i zi do super kombinonte me këto tuta. Edhe këto kanë push. Sa më pëlqej kjo pjesa e elastikut, se dhe unë kam këtë problem, pas edhe ju e keni që kur rin shumë të ngushta tek barku ke si siklet. Se arova, pas kemi dhe një palë të tjera, pas ka marrë 4 palë tuta. Janë edhe këto që janë ngjyrë si bojqelli dhe kjo ngjyra është një nga ngjyrat e mia të preferuara. Është si baby blue, shikoni sa e lezetshme është si ngjyrë. Dhe këto ishin pala e fundit, me idenë që kisha marrë 3 palë, ju thash që nuk mbaj me çfarë ka marrë, kështu që pas kanë qenë 4 palë, se u bë dhe kohë që po i pres. Kemi një kuti me panda. Çfarë ka këtu?
Çfarë ka këtu? Shikoni sa të këndshme që janë. Do t'i hapim pak që ta shikojmë dhe pjesën e brendshme. Ka një push që unë mendoj që është më mirë t'jetë kaq se sa shumë i trash, sepse një push shumë i trash të djersin këmbën, pastaj është si siklet, kështu që kaq mjafton për pogradecin e ftohtë, për borën, për shiun. Këto më super pëlqejnë. Janë edhe shumë stylish. Këto notën 10 nga 10 deri tani më pëlqejnë shumë. Ndërkohë këto tutat, golfet i ka marrë pra thjesht për t'u veshur ngrohtë, jo për ndonjë gjë që t'jenë super të bukura, po për t'u ndjerë i ngrohtë, për mos u ftohur. Nuk është që jam shumë e fiksuar te kjo pjesa t'jetë super bukur, super cute, pra thjesht duhet t'jetë ngrohtë dhe të mos ftohet. Pastaj dhe po t'jenë të bukura aq më mirë. Kështu që zgjedhje të mira këto. Tani vazhdojmë me një blerje tjetër për Eushin tim të vogël. Mendova që ishte një xhup dhe po thoja kemi sërish një xhup, po jo, nuk është xhup. Janë paliceta dimërore, pra për kohën e ftohtë, kur të bjerë borë, pra për shiun. Si që thash, rejti shkojnë shumë këto që janë si arush. Ja ka marrë ngjyrën e zezë. Jo sepse më pëlqen mua ngjyra e zezë, por sepse nuk kishte opsione, ishte ngjyra roz dhe e zezë. Nuk mund t'ja merja roz normalisht, ja mora të zezën. Brënda janë me push dhe këto them se do kombinojnë shumë me këto. Shikoni sa bukur. Kështu janë para, edhe mbrapa kanë këtë pjesën e zinxhirit. Ja ka marrë, pra si që thash, ja kjo për shembull është 100 cm. Ja ka marrë pak më të mëdha se sa mund të ketë ai gjatësinë, sepse këto xhupat ose këto paliceta duhet jenë gjithmonë pak më të gjera se ai do ketë të veshur edhe diçka poshtë. Mendova se mbaruam, por jo. 1, 2, 3, pas kemi akoma. Nuk e mbaj mend t'ju betojmë çfarë është kjo. Që kanë tuta të ngrohta, shikoni. Ja, këto për shembull edhe tek tutat që mbajnë në shtëpi, edhe tek të bukurat. Shikoni sa të bukura, kanë një arush këtu. Tek pjesa e elastikut janë shumë mirë se nuk ngushtojnë, pra janë të lirshme. Dhe këto e kanë goxha më të lirshëm llastikun se sa ato tutat e tjera. Këto që kanë super për në shtëpi. Ato po i mbajmë edhe për të dalë, por edhe këto mund të mbajmë për të dalë. Më lini një koment ju, nëse ju duken vetëm tuta për në shtëpi apo edhe për të dalë. Pastaj këto bardhezi janë super, shikoni. Edhe arushi këtu. Është pako tjetër kjo. 2 paltuta të tilla prap. Këto me vija njerë nuk i mbajmë të fare që i kam porositur. Ka marrë këto tutat që janë dhe këto për dimër, kur të ftohet koha shumë, edhe tani ftohtë është, por çuditërisht sot ky dielli që nga shumë i ngrohtë ose këtu në makinë është vap, sepse jashtë është goxha ftohtë. Por pogradeci këtë vit më ka surprizuar se nuk është si ato vitet e tjera që kanë shkuar temperaturat në minus ose 1, 2, 3, 4 gradë, po ka qenë 6 gradë e sipër. Për shembull, dje ishte 9 gradë, 10 gradë dhe kemi dalë me rejnë, ka luajtur me gura nga liçeni. T'ju tregoj pak këto tuta tani. Kanë këto pushin kështu. Pjesa që mua më intereson shumë janë këto. Pjesa e elastikut tek këmbët dhe tek barku, që djalit më rirat, dhe këto që kanë goxha të rehatshme. Dhe modeli kështu, dhe po më ngjan si një baklava e vërtet. Tani po më shkon mendja edhe për baklava. Por që unë këtë vit normalisht as bretin as baklava nuk është që po i bëj. Rej është i vogël, nuk ban mend nga mosha 2 vjeç, kështu që pas moshës 3 do t'ja bëj të gjitha çfarë të ketë qef, baklava, do t'i bëj pemën. Por këtë vit nuk mundem, as unë shpirtërisht nuk jam gati, mbase as vitin tjetër do jem, por për rejnë duhet, kështu që ai meqense s'kupton shumë tani që është i vogël dhe nuk ban mend, thash që mos t'i bëj këtë vit, sepse jemi në një situatë që ai nuk e kupton shumë, e ndjen, por se kupton. Por unë që e kuptoj dhe e ndjej nuk më bën shpirti pra të bëj bredh ose të bëj pra ëmbëlsira. Nuk është çështje zije, por është çështje ndjenje që unë kështu e ndjej. Vitin tjetër të shohim. Okej, është kjo bluza kështu. Është si gjysmë golfi. Ka këtë etiketën këtu, na style best e kështu. Është goxha e ngrohtë dhe kjo mendoj që shkon shumë me këto stilet e tutave kështu. Pra të vishet ngrohtë, butë dhe bukur. Edhe kjo është shumë e lezetshme. Më pëlqen më shumë se ajo kafja, sepse ngjyra e bardhë rejti shkon edhe më shumë. Edhe këtu ka zinxhirin dhe është goxha e butë. Dhe mendova se kisha diçka tjetër, por jo. Kjo ishte pakoja e fundit.
Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, nuk kisha bërë një haul për rejnë që në Shtatzani, kur tregoja dhuratat e rejt, kur tregoja rrobat, kështu që kur i kam bler këto kohë ndonjë gjë, nuk është që i kam bler shumë, i kam bler tek tuk diçka dhe nuk bëhej një haul i plot. Kështu që meqense na duheshin disa veshje të ngrohta për në shtëpi, për të dalë në këtë periudhë të ftohtë dhe bëra një porosi kaq të madhe, thash ta ndaja dhe me ju. Mos harroni të lini një koment në këtë video, një like dhe vazhdo të shihemi në videon e radhës dhe mos harroni që ju dua shumë të gjithëve. Paçim! Jeni forca ime!